Fatkeqësisht, në kohë të fundit është frejt një trend në rritje i të semurve nga zemra me moshë të re. Ne para disa muajve kemi pranu pacient i cili ka lind në vitin 2002. Vërtet 22 vjeçar, mosha 22 vjeçare. Pastaj kemi pashtu 23-4 vjeçar. Më thonë, prej moshës 20 dhe në moshën 30 vjeçare është hetu që në kohë të fundit ka mjaft pacient që vinë me sindromin akute koronare. Është shqetësuese dhe është për shkak të faktorëve të rrezikut. Në radhë të parë duhanpirja të rinjt. Është mjaft e pranishme duhanpirja, ndonjëherë është edhe abuzimi me droga, për shkak se drogat shkaktojnë qarjen e arterëve koronare, arterëve të zemrës. Pastaj kemi keq ushqyeshmërinë, obeziteti është shumë i pranishëm kohë të fundit, të rinjt përdorin shumë fast foodin, domethënë ushqimin e shpejtë dhe me shumë yndyrna dhe shumë sheqerna. Pastaj është stresi. Stresi është një prej faktorëve shumë të rëndësishëm, jeta është shumë dinamike, problemet e ndryshme, do të thotë të rinjve dhe ngritja e nivelit të kortizolit në gjak shkakton shumë edhe ashtu të them një zinxhir të çrregullimeve në organizëm edhe natyrisht shkakton edhe ato që të kardiake. Pastaj është prania e diabetit në kohë të fundit edhe të trit, po paraqitet diabeti në moshat e hershme. Pastaj kemi gjenetiken, faktor gjenetik. Edhe faktori gjenetik është, mund të them se faktori vendimtar. Mund të mungojnë të gjitha këto faktorë të rrezikut, nëse faktori gjenetik është i pranishëm, atëherë vjen deri te smundja edhe në moshat e hershme. Apo mund të jenë të pranishme të gjitha faktorët, por nëse faktori gjenetik nuk është, çuditërisht ata pacient nuk kanë probleme kardiake. Një kohë institucionet shtetërore kanë ndërmarrë aksione kufizuese në përdorimin e duhanit në për lokale apo në vende publike. Po hetoj që në kohë të fundit këto restrikcione janë anulu, ta them edhe shifet në për lokale, domethënë është mjaft e pranishme duhanpirja. Të rikthehen masat rigoroze sa i përket duhanpirjes, kjo është apeli im, është edukimi i të rinjve për mënyrën e ushqimit. Domethënë, keq ushqyeshmëria si faktor duhet të redukohet maksimalisht, të motivohen të rinjt të ushqehen shëndetshëm, pastaj të ndjekin aktivitetin fizik. Duhet të ketë aktivitet fizik, do thotë regjistrimin e ekipe sportive, fitnessi e tjera. Do thotë angazhimi fizik është shumë i rëndësishëm. Do thonë të gjitha këto faktorë të rrezikut që mund të modifikohen rregullimi i tensionit arterial, edhe shtypja e gjakut është një prej faktorëve të rrezikut. Obeziteti, domethënë të rregullohet pesha trupore, gjithsesi. Ata që kanë probleme me sheqer ta rregullojnë nivelin e diabetit, domethënë sheqerit në gjak, ta zvoglojnë domethënë aktivitetin stresik. Për të rritë posaçërisht te ne nuk është aq shumë sa është në shtetet perëndimore, në shtetet e zhvilluara konsumi i drogave, apeloj që të janë shumë të kujdesshëm që mos të konsumojnë kurrësi drogat, për shkak se drogat ata nuk mund ta marrin me mend çfarë çrregullimi në organizëm përveç dëmtimeve të organeve tjera, edhe entë gjaut janë shumë të prekura nga përdorimi i drogave.